Një ndërtim i ri pritet të marrë formë në kodrën panoramike ku ndodhet Vila e Zogut në Durrës, duke sjellë një tjetër ndërhyrje urbane në një hapësirë që deri tani ka ruajtur karakterin e saj natyror. Në këtë zonë, kompania Raifi Group me administrator Ramadan Gugashin synon të ndërtojë një kompleks rezidencial. Sipas planit, objekti do të ketë 1 deri në 7 kate mbi tokë dhe 1 deri në 3 kate nën tokë, ndërsa parcela ku do të ndërtohet kompleksi ka një sipërfaqe prej 15.977 m2 dhe ndodhet rreth 800 metra larg rrugës kryesore bregdetare. Leja e zhvillimit është miratuar në fund të janarit 2026 dhe është firmosur nga drejtoresha e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, Adelaida Roka. Projekti parashikon ndërtimin në faqen e Kodrës duke shfrytëzuar pamjen e hapur drejt detit Adriatik. Megjithatë, kjo ndërhyrje ngre pikpyetje mbi ndikimin që mund të ketë në peizazhin natyror dhe ekuilibrin e zonës. Në përshkrimin e projektit theksohet se vendodhja është e favorshme për zhvillim rezidencial dhe hoteleri, duke u mbështetur në mjedisin natyror dhe pozicionimin e privilegjuar. Afërsia me Vilën e Zogut, një objekt me vlerë historike dhe arkitektonike, përmendet si një element që i shton prestigj zonës. Ndërkohë, prania e pishave dhe gjelbërimit që i ka rezistuar urbanizimit të 3 dekadave të fundit, rrezikon të zëvendësohet me ndërtesa betoni. Lidhur me këtë projekt, deputeti Flamur Noga shkroi në Facebook se barbarët socialist po fshin kujtesën historike dhe trashëgimin kulturore. Sipas Nokës, Rama po e shkatërron Vilën Mbretërore në mënyrë që mafia e betonit të ketë apartamente luksi me pamje nga deti. Kjo është teoria e vitit zero, e aplikuar nga diktatorët që mendojnë se jeta në tokë lind dhe vdes me ta. Për kryeministrin Rama, Shqipëria zë jetë në epokën e rilindjes edviniste, ku qeveria, policia dhe e gjithë infrastruktura shtetërore janë në shërbim të karteleve të drogës dhe të krimit. Për to nuk duhet të ngelet gjurmë më parshme qytetërimi, një lloj si gjaxhi i tij shpirtëror që rrafshoi kisha, manastire, xhamie të që mesjetare, që hodhi në erë ndërtesa historike për të ngritur veprat brutaliste të propagandës së tij. Edhe Edi Rama shkatërron Vilën Mbretërore të Durrësit, që mafia e betonit të ketë apartamente luksi me pamje nga deti. Sekti i tij janë armiq të pashoq të shqiptarëve.